Në një atmosferë bashkëpunimi dhe dialogu të hapur, kandidatja për Bashkinë e Vlorës, Bruna Mersini, zhvilloi një takim miqësor me pedagog dhe student të Universitetit Ismail Qemali, e shoqëruar nga drejtuesi politik i PS-s për qarkun, Bledi Çuçi dhe deputetja Zamira Sina. Gjatë takimit u theksua rëndësia e një partneriteti të fortë mes Bashkisë së Vlorës dhe institucioneve të arsimit të lartë, për të nxitur zhvillimin e qytetit dhe për të rritur rolin e kapitalit njerëzor. Deputetja Sina e vlerësoi kandidaturën e Mersinit si mundësinë e duhur për të forcuar urat e bashkëpunimit me universitetin, ndërsa Çuçi u shpreh se bashkia në drejtimin e saj duhet të shërbejë si shembull për bashkërendim mes nevojave të tregut të punës dhe formimit akademik. Jam shumë e nderuar që jam pjesë e fushatës së një kandidate siç është zonja Mersini, e cila përfaqëson vlera, profesionalizëm, integritet dhe aq më tepër ka një pasion dhe dashuri shumë të madhe për Vlorën. Le të jetë ky takim i sotëm një hap i bukur për të bashkëbiseduar, për të reflektuar dhe për të besuar fort se njerëz si ne me vlera të çmuar si në qytet ashtu dhe në botën akademike do të japin një ndihmës të madhe Brunës për drejtimin e Bashkisë Vlorë. Edhe pse Bruna e njeh shumë mirë universitetin, ka pasur një bashkëpunim shumë të ngushtë me Departamentin e Shëndetit Publik dhe dora e saj do të jetë gjithmonë e shtrirë për t'i forcuar më tej këto ura bashkëpunimi. Ky kapital i madh i investuar qoftë nga qeveria, nga parat publike, qoftë nga iniciativa, nga sipërmarrja e lënjatëve, ky mund të jetë shumë kollaj një kapital i vdekur nëse ne nuk e shoqërojmë këtë gjë me investimin që duhet bëjmë në kapitalin më të çmuar në fakt, në opinionin tim, që është kapitali njerëzor. Në këto tre shtylla, bashki, universitet, energji, sipërmarrje, nëse ne dim t'i harmonizojmë këto, ne do jemi shembulli më i mirë i zhvillimit ekonomik të një komuniteti në Shqipëri dhe jo vetëm. Në fjalën e saj, Bruna Mersini theksoi se bashkëpunimi me universitetin nuk është thjesht një mundësi, por një detyrim për të fuqizuar potencialin e të rinjve dhe për të garantuar zhvillimin e qëndrueshëm të qytetit. Ajo nënvizoi rëndësinë e kapitalit njerëzor dhe premtoi se do të krijojë ura komunikimi dhe projekte konkrete të cilat lidhin arsimin me tregun e punës. Jam një pedagoge në ditët e para të universitetit, edhe ashtu si është shritur ky universitet, vit pas viti është shritur dhe përvoja ime me universitetin. E kam komfort të zonë për universitetin që të flas, të dialogoj me universitetin, dhe t'i them nesër në pozicionin e kryetarës së bashkisë, universiteti dhe marrëdhënia me universitetin do të jetë një sfidë, apo do të kemi shumë pika të përbashkëta me mënyrën se si ne do ta shikojmë Vlorën e së nesërme. Edhe përfaqësues të komunitetit akademik e vlerësuan ftesën për dialog. Profesori Albert Qari e konsideroi momentin vendimtar për ndryshimin që kërkon Vlora, ndërsa rektorja e universitetit Aurela Saliaj deklaroi se Bruna Mersini është kandidatura e duhur për Bashkinë e Vlorës. Unë falenderoj Bruna që ti e bëre këtë ftesë në një moment që është shumë domethënës për ty dhe për Vlorën. Duhet të mbështetemi nga këty tre këndvështrime: qartësi dhe transparencë, matshmëri dhe e fundit fare që është rezultatet, efikasiteti. Kapacitetet që neve kemi dhe potencialet që neve prodhojnë janë shumë për të vlerësuar dhe janë të standardave shumë të larta, dhe kjo fal punës i kurikulës që pedagogët kanë ndërtuar dhe punës që kanë bërë në vite. Kemi shumë nevojë për vizionin e bashkisë dhe vizionin e politikës që universiteti të zhvillohet. Bruna Mersini vjen me një eksperiencë të gjatë në jetën akademike të qytetit si pedagoge dhe gëzon titullin doktor i shkencave mjekësore, duke përfaqësuar një vizion të qartë për zhvillimin e Vlorës, përmes fuqizimit të dijes dhe talentit të rinjve.